Unë do të ftoj të dytin Aldo Sullolari. Përshëndetje, shumë kënaqësi që jemi dhe ditën e sotme së bashku, një aktivitet shumë të shpejtë në fakt, me shumë persona të rinj të cilët na kanë nderuar me prezencën e tyre. Sot në fakt kremtojmë me respekt dhe mirënjohje shumë të madhe dhe me dëshirë për objektivat të tjera të realizuara për 80 vjetorin e Organizatës Kombeve të Bashkuara, që duaj të kujtje shumë të madhe për të gjitha përpjekjet që ankohen të rezolutat e ndryshme që dhe Shqipëria të integrohet dhe të jetë një vend antar i zhvillimit evropian. Në fakt, shoqata jonë, shoqata Nexhat, e cila operon në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja në Shqipëri, e nis këtë konferencë duke sjellë në strukturat e saj 6 nëntoma, ashtu i quajtën ata. Dhe për respektin e tyre ne do ju prezantojmë se kush është ideimi i këtyre 6 domave. Janë 6 struktura të ndryshme në këtë galeri. Kjo galeri e cila është konceptuar në idenë e Xhet dhe Brikela Sullolari që një duar të kujtje shumë të madhe. Është krijuar me 6 struktura të ndryshme që munduar të improvizojmë këtu që nga fundi i sallës deri në përshkrimin e gjithë ambientit, duke treguar viktimat e terrorizmit, viktimat e luftës. Dhe këto viktima, ashtu siç e përshkroi dhe parafolsi ime disa video e cila pavarësisht të gjithë emocioneve të mirëkuptueshme, u munduaj që të mbulonte raportin e saj dhe shpjegoi paksa nga ndëshkimet që organizata Mujahedin ka dhënë për familjen, që faktikisht gjëja më e shenjtë nuk bëhet, por në organizatën Mujahedin nuk është e tillë. Në Mek familja është armik. Në strukturën e dytë, i munduar që të sjellim dhe ato që janë dëshmuar nga organizata Mujahedin. Në fakt, struktura e dytë më është besuar mua, që quhet ndryshe doma e Mekut. Në organizatën Mujahedin, ashtu siç mund shikoni foton apo keni marrë pjesë në aktivitete të tjera, Meku nuk e liron përveç të familjen, por nuk lejon të drejtat më themelore individuale të çdo njeriu. Dhe e them këtë me bindje të plot nga dëshmitë e vetë shqiptarëve të cilët çdo ditë janë me mua në përpjekje të rilindjes, në përpjekje të rimallkëmbjes dhe në përpjekje të dëshirës për të qenë të zhvilluar në Shqipëri me të drejtat barabarta si çdo qytetar tjetër e Republikën e Shqipërisë. Por kjo ka qenë e pamundur nga dyert e errta të organizatës Mujahedin. Në fakt, Mek lindi si një revolucion nga opozitarët e Iranit dhe më pas u zhvendosën në Irak, në shtetin Fshin, ku në fakt nuk ishin të njëjtat bindje politike, e ashtu si në shumë vende të tjera në botë ku ka luftra dhe përplasje, ashtu ishte edhe historia e Irakut me Iranin, ku në fakt vetë qytetarët e opozitës iraniane u bën kundër shtetit të tyre duke u bërë hapur tradhtar të vendit të tyre. Luftuan në krah të armikut të shtetit të tyre në shtetin e tyre, kanë vrarë motrat e vëllezërit të tyre dhe më pas u bashkuan pjesë e një kampi ku ju premtua se do të ishin të lirë dhe të zhvilluar në Europë. Pra, ky kamp ka shkelur të gjitha të drejtat më themelore të njeriut, duke u premtuar se do të ishin të zhvilluar, duke u premtuar se do të kishin zhvillim profesional, ekonomik, politik, social dhe në shumë pikpamje të tjera njerëzore. Por kjo ishte vetëm një gënjeshtër. Në momentin që ata erdhën në Shqipëri,